Kam marrë disa gjëra të tjera nga Shein, kështu që do t'u tregoj shpejt tani. Produkti i parë që kam është kjo bluza që kam veshur dhe siç e shikoni është nga këto prerjet me shpatullat përjashta, të cilat më pëlqejnë shumë si prerje, si stil. Thjesht nuk janë shumë komode për t'i mbajtur, prandaj edhe nuk vesh shpesh, por meqense kjo më pëlqeu edhe ngjyra, thash okay, po e marr. Materiali duket shumë e mirë i gomuar dhe shikoni pak copën, edhe copa shumë e lezetshme. Nuk mori dash mirë se kam akoma barkun, që s'më ka ikur nga shtatzania, po nejse, tem tjetër kjo. Produkti numër 2 janë një palë bizhame. Juve e dini që unë me bizhame rri pothuajse gjithë kohës, edhe mora e një palë të tjera, po janë të shkurtra, kështu me zemra të ndenjur në pranverë, të thjeshta. Mora këtë këmishën, më pëlqeu shumë me këto frutat tek pjesa e mëngëve edhe pjesa përpara, siç e shikoni ka fruta, dhe është ky modeli që lidhet këtu në mes. Me zor po pres ta vesh edhe ta kombinoj në verë, pra verë. Një gjë tjetër që mora është kjo këmisha, që edhe kjo më pëlqen shumë, me këto trëndafilat siç e shikoni, ka edhe një këtu. Këtu një tjetër produkt që kam marrë është ky fundi, të cilin e kam veshur, kam bërë edhe disa fotografi me këtë nëse më keni parë në Instagram. Shkojnë edhe bashkë. Kam këtu, mu duk shumë e veçantë tek webi, mish tjetër, e cila vjen në 2 pjesë, si gjysmë golfi, me fruta, me pala, kështu shumë e bukur edhe kjo. Nga pas ka këto, ti shtosh, edhe këtë jakën. Shikoni pak. Më përshtypjen që do jap motrës, ajo e preferon shumë të stilin. Si thash, më pëlqejnë mëngët. Mami! Hi, mommy's baby. Më pëlqen edhe nga pas. Mos bëj ti lutem. Po nuk e kam lidhur, e kam lënë kështu thjesht, mos më vendosim edhe këtë. Shikoni pak e lidhur. Nuk është se e lidha shumë mirë, po hajt më rëndësi ka ideja. Po shumë e bukur. Dhe gjëja e fundit që kam marrë, kjo është për motrën time, është kjo xhaketa shumë e gjatë, që me thënë drejtën e ngatrova për palto, mendova që do ishte palto, por doli që është xhaketë, më thënë është materiali kështu. Keni parasysh si këto blazer që vishen në pranverë? Po, deri në fund të këmbëve vallai, kur këtë material s'kisha parë ndonjëherë dhe habita kur erdhi, po e provova dhe më pëlqeu shumë. Mua më rri e ngushtë, se unë zakonisht këto xhaketat, xhopat, palltot kështu i marr masën large, edhe kur isha fix medium i merja large, jo me tani që jam large do t'i marr extra large. E gjatë deri në fund të këmbëve siç e shikoni. Nëse mbyllet këtu të jep një ndjesi të thekson belin. Nuk e di po dalloni dot aty. Po më pëlqen ka ta marrë edhe këtë për vete, po kam jashtëzakonisht shumë xhaketa. Edhe pse xhaketë të gjatë të tillë siç thash nuk kam, po këtë do t'ja çoj motrës time. Edhe ta gëzoj ajo. Shikojmë kur do ta veshi. Tu goca, këto kisha marrë për këtë herë nga Shein dhe sigurisht kodet të keni nëpër komente ose të kutija e përshkrimit.